Nuk dua mesazh fare. O Lali kanë mesazh. Po lëre i kanë gjitha, vetëm përsërisje. Mesazhi ekstra. Nuk ka ekstra. Dua mendimin koncentrat. Kjo kërkon Ornela është më mirë. Po, dakord. Këtë duhet na pyet. Faleminderit që më Ta them kuptove. unë, jo, ta them e fundit. E fundit. Jo, e fundit. Hajde, Albana. Ore tani emisionin e drejtojmë ne tani se na u bë gjithë dirigjent ju. Ju e drejtojmë. Albana. Ne jemi në panel. Albana Në mbyllet. varësi të kontekstit, mos e dakord me ekzekutimin e kafshës kur kërcënon jetën e njeriut. Po, Tea. Nëse është konstatuar që s'ka përgjegjësi, s'ka njëri që e ka marrë përsi për përgjegjësinë dhe është i egër, pra e kanë ditur dhe aq më tepër që rrezik për qytetin, po patjetër. Po. Dor? Të dy. I ekzekutojmë të dy. Po, jam dakord, edhe unë me këtë variant jam. Unë do sjell një shembull që e kam thënë edhe një herë tjetër, Po, thuaj po prapë. ka nevojë të Thuaj se si mbajnë mend njerëzit çka kemi thënë. Po. Më kujtohet ka qenë kronikë e zezë para disa vitesh që një fëmijë o 3 o 4 o 5 vjeç, fëmia e një polici, pa dashje, kishte marrë pistoletën e të atit dhe vrau të atin. Është vërtet. Po është një tani në Po. Dhe ndoshta edhe na dëgjon e familja, më vjen keq që po e kujtoj. Po. Nuk ndodhi që ne të vrisnim askush, as familjarët, askush nuk vrau fëmin apo jo. Ishte përgjegjësia e atij që E kujt ishte? E atij të ndjerit vet. E para dhe është gabim dhe njerëzor, po është pa kujdesi që nuk të fal. Nëse gabon ka dhe gabimet të pafalshme, të pakthëshme, domethënë të parikuperueshme. Nuk është i njëjtë krahas. Jo, është për mua është i njëjtë, lutem. Më lër ta them pastaj. Ne nuk e vrau askush atë fëmijë. Po mirë më thuaj pas asaj. Ndërsa një kafsh ne e ekzekutojmë, ndërkohë që edhe i është një fëmijë, ka trurin e një fëmije, dhe dyshoj shumë që ai qenë ka qenë i keq trajtuar po nga ne njerëzit dhe është po përgjegjësia jonë, mund të gjende një zgjidhje shumë dinjitoze dhe është e turpshme nëse e ka bashkia ka ekzekutuar. Nuk e di, nuk e di.